ploket në raun e ujet e gër, por prapë vedeti e mbetemi shoke, gjithmonë shok të vjetër. Arsen Kodra. Rrit. Faleminderit. Ku shkon? Të ndrojmë. Në kuzhinë. Gjajmer! Urdhori kapitan. Rroba shpejt. Si urdhon kapitan? Sa herë kam thënë shejtanëve të kenë mendjen. Ndodhin kapitan, 5 minuta largohesh edhe ja. Shpejt, shpejt! Bërë topët! Azemin për e fusin gabinë. Për pak desh na iku i uruari. Si është? Po ja ma thau gjysmë në shishës. Urdhra. Po që... Kur isha i ri, edhe lundronja me një bark në Çanakkala, Aha. kam djerë nga deti edhe unë një turk. Çfarë? Turk! Ej, vallau Arnaut, më thotë. Ca Arnaut o qau, mi them. Unë të shpëtova jetën ti, pa më thua Arnaut. E po më falje, të rënat në mirë. Arnaut në mirë,
Pas ka fluturuar në det o Petro. Do me thënë sonde do të shkosh gruas me një këpuc. Po blem nesër një tjetër. Jo një ore, po dy. Shqyq na shpëtoi Azemi se për pak. Po mirë, më kaq kohë në portë e njeri xhamën e mos ketë mësuar not. Jo, not dinaj. Po? Para goditi rëmcima e vaporit. Hajde merë të pusë në mjetë punës. Lera, man. Ja ku kam në shpinë, vajtë. Harrova të pyes. A thanë gjam drejtorisë do të punosh tek ne? Po, pas nesër. Ne vetë kërkom që ti të vish në kolektivin ton. Kapiteni tuaj që nga zemër mirë. Aha. Urdhro. Ron, Urdhro. na të robë të tua. Ja, Faleminderit shumë, na të mirë doli. Do me thënë Azemi nesër do t'i dhuroj shpëtimtarit i palë këpucë. Lera, lera. Oh, Petro, dilin krahun tjetër se më shkel ka. Bravo. Bravo, Todi. Todi. Rini, Bambi, rini unë. Bravo. Ura, që ke këto robe? I gjanullon. Babi me një kapur. Ua, këpucët 1.000 lekshe. Ç'ka ngjarë? Ra njerin det edhe uolla e nxarë. Qyqja, pësoj gjë? Po piu një 2 litra ujë, po t'i kaloj. Mira të nxore. Po këpucët i le? Para dëftohet dhe nuk mund aty një përsëri. Po i mbytu qiba. Të mbyturin e lidhi babi me litarë dhe e vuri në bigë. Po pastaj. Pastaj e vuri gishtin në gojë kështu si ti. Po bion e kam pa, bigën këtë sola bukën, ja, jam dhe katën dhe i kështu, edhe një se hop. Beta në majta ti vinë që të merën mend, po të shikosh poshtë. Mami si me helikopter. Babi, a shkarkosh vapore me helikopter? Oh, ti do shkarkosh me helikopter, kurse papi do shkarkoj me vinçin e bigës. Se? Nuk t'kam thënë se nuk kam qenë i sigurt sot më vjen. Si e kam? Tash. Ta fi do ha? Ai tash. Prit. Mama, ke gjithmonë me këta lullë. S'dua, kena ti. Mama. Urdhë. Barzi. Hajde, ha këtu. Në mbarova. Vim tjetër. Po aty çka babi? Atje ka partizan. Po ti pse si aty edhe ti ke qenë partizan? Po unë jam këtu. Atje janë ata që u vranë me armiqt. Mos u largo. Rri këtu e mos lëviz. Mirë, Një partizan. hoppa. Ardi! Babi, pse nuk flejnë ato? Nuk
flen, nuk flen. Nga era rinzgjuar. Mëngjes. Mëngjes. Nëse më ne, amen. Mirë, mirë. Tjeta? Mëngjes. Mago! Ja atje, ka një vend panyrë. Gjejmë, kapitane, gjejmë! Po jo mëre, akoma se keni mirë atë parmakun që i tregova atje. Unë e di se e levi që i meri, kapitan. Unë mbarë, kapitan. Urani! Kico! Marfash janë, marfash. Sot fillojmë, Po, fillojmë. Baj. Tani për tani po merremi me punë shtëpiake. Sot I japim fund të remontit përgjithshëm të pikës në vend. Po, kam dëgjuar. I gjithë porti flet për iniciativën tuaj. Gjener! Zdo, kapitan! Tregoj Urani dhomën e vet të shpjerë flasë. Si ordon? Të një tjetër djallë. Një tjetër. Si shkoni mirë. Si shkoni mirë. Kurdo? Oh, Uran! Miqe që i meri, Si e? miqe! Mirë. Po, kapitan, po. Do me thënë do jetojmë si konti Monte Cristos. Në darë si konti Monte Cristos, në darë si konti Monte Carlos. Numëri 12 është dhoma jote. Do lesh gjë? Po ja të vesh robat e punës. Rrugën besoj se e gjen vetë. Hyrë. A pret miqo I zoti shtëpis. Oh, Petra. Hajde. Jo, po të pres. Pas ke blerë këpucë të reja. Ku të le gruaj, ore. Po pse nuk e dill? Që kur anë deta zemi, vendosa të mos I lidhë të puqët. Mërë s'tra dinje. Si të du kabina? Mirë, shumë mirë. Ajtë se do të kalojmë mirë këtë. E po mua më faluran. Do të shkoj te motorë se do bëjmë provat e fundit pas remontit. Miru pafshim. Mirë pafshim. Ore, arrovat të pyes. Urdhra. Lidhjen e partisë, a e soll? Po si e ka me vetë? Ma jep. Pas ka erë të mirë kjo pika. Kushинeri la gjestime, me 2-3 fleta lavdërime. E kam gatuar si pas faqës 204 sot. Kam gatuar një gjellë I do lini thojtë sot. Ma vonë, ma vonë. Gati, kapitan. Do të filloj me të lyrë. Njitu lartë me këtë kovë në vinç. Furqën e ke në kabinë. Majna. Majna. Mirë. Majna. Majna. Mirë. Kur do të fillojmë? Po ja, tani duhet vinë.
Oran, zhdukesh me punëre. Mirë, shoku drejtor, në rregull. E modelo, ç'bëndi, si vetë? Faleminderit. More Petro, shtonë motorët pas remontit. Shumë mirë, shoku drejtor. Tani sapo mbaruam provat. Po sonda të mbëmje do ta tuni, Do t'ju japim titullin e ekuipazhi i punës socialiste. Urdhëroni. Merrni më. E keni lyer bigën shkëlqen nga larg. Po, stëpës. Ne kemi ardhur për një hall shok. Ta bisedojmë se si mund të zgjidhet. Ju e dini që draga vazhdon ngërmimet për thellimin e portit. Mirë po, punën e saj të mëtejshme e pengojnë pilotët e vjetra, ato shtyllat prej betonarmeje që kanë metur nga koha e luftës kur u shemura. Kryeingjineria është i menimit që pilotët mund i shkull biga, kurse unë ti me din, Sokrati është kundra. Kategorikisht kundra më shok, po ne bigën nuk mund ta bëjmë eskavator. Po ti Sokrat doroj një herë të flasin zotë e punës. Jo, më fal, po unë për të mirën e punës po flas. Shoku drejtor. Biga nuk është për punë tilla, ju këtë e dini mirë. Po, përse mos ta bëj Batipal Lundrus këtë gjë? Batipali na kthehet pas 6 muajsh. Aha. Kurse draga nuk bën dot asnjë hap më tej. Ja. Shikoni si pengohet kalimi tubacioneve të saj për pilotat. Unë mendoj se nuk duhet ta presin fare Batipalin, biga mund ta bëj Po ti mor djalin mbar, je i rin këtë punë, mos dit para tjerëve. Pse o shoku Sokrat? Urani ka drejt. Biga ngën 100 ton. E që mund t'i bëj asaj një shtyll? Janë shtylla betoni ato, nuk janë presh. Pilotët janë beton, Vinçi është ek. Këto shtylla më radial janë një 18 metra të gjata. Megjithatë biga sipas llogarive mund t'i shkul. Shoku inxhinier, po hesapi i shtëpisë nuk del pazar. Shiko Sokrat, kjo është teknikë dhe teknika ka llogaritë e saj. Shoku drejtor. Biga për herë të parë mbaroi remontin në vend. Po na ndodhi gjë, njerëzit do përshpërisin për iniciativën tonë pastaj. Prandaj neve duhet ta kryejmë patjetër këtë punë. Po sikur ndodh në një avari. Po le ta provojmë një herë, kapitan. E jo, unë këtë shoku drejtor nuk e marr përsi. Asun, po kjo është pasiune e madhe më shok, ne duhet ta urojmë si sytë e ballit. Tani nëse ju na jepni urdhër, po. Shkresërisht ama. Me firme me vul, po. Ti Sokrat është bërë mendja shkres. Nuk është puna tek urdhëri. Sa për pasurinë e popullit këtu nuk po është përdoron njeri. More Petro, po ti shtua. Unë them, shkojmë nesër me bigën e vend. Ta shohim. Çfarë shohim? Po ta provojmë një herë. Po se provojmë More Petro, po s'ka asgjë për të provuar. Po mos u ngut, more Zylo, mos u ngut. Më mirë është të shkojmë ta shohim konkretisht. Dëgjoj kapitan. Pastaj dy Neve nuk kemi detalje. për të Po marrë ja, asgjë. Ja këtu. Ka mundësi më të vrit. Sonte kemi mbrëmje. Shumë mirë, do kërceni, do vallzoni. Moj kaca koj që ti rri larg me, çfarë ke kështu? Hiç, shikoj punën time. Pastaj këtu në port ka njerëz me thashë theme. Arta u takua me filanin, arta qeshi me filanin. Po mirë, ja unë shkoj që nesër ke babait tënde, bisedojmë të punë dhe japim fund thashë themeve. Jo, Zem, unë i kam folur ati për ty. Nuk të do. Nuk jap vajzës thot një detar. Si arigji pa shtëpi e ka të ndi. Ashtu? I kam thënë se ti edhe pin, brethën dhe i këtej. Ç'maskarej. Edhe shoku Sokrati ka thënë se ti e vakabon. Sokrat Dhemo, shefi i planit? Kur më të mirë sa i s'ke ku gjen. Njeri i shtruar, me shtëpi, shef plani. Të bukur dhëndër që pas ka gjetur. Gjunaqës jam si shoku Sokrat edhe i shtruar edhe përgjegjës. Nuk them unë kështu, babaj. Mua shoku Sokrat më kall krupën. Tjetë për mua unë tërë jetën pa martuar edhe të shoku Sokrat nuk shkoj. Dhe për herë të babait as me mua nuk martohesh. Unë vetëm atë baba kam prandaj. Pajtohesh me mendime të mykura. Mos u bëni keqja Zem. Tishe ti në vendin Ti isha unë në vendin tënd për hatër dashurisë do idhesha edhe në flak. E kam dëgjuar në emisioni Kultura dhe Jeta. Rri edhe pak, ku shkon? Uvanova, grupi i estradës do visonte në mërmjen tuaj. Çuditë Marta, si të lë babain grupet diletante të këndoshe të kërcesh. Ai nuk ka dashur, prandaj nuk duhet ja prish. Miru pafshim. Mirëmbrëma zog. Shoku Sokrat më tha se do të vijë ai në mbrëmje, meqense se do të këndosh ti. Çfarë këngë do të këndosh? Sot djema do të nisemi për shkurin e pilotave që pengojnë zgjerim në port.
Aze me legën kalat. Të ndizën dy motorët. Urani me gjërmerin në kiq. Të iqen kavët e kiqit. Azem, iqe gacën. Është ligj deti që kapitenët japin në urdhra. Unë jam kapiten dhe unë shoh. Ironi kavët e bashit. Gati motorët. Ironi kiqit. Djalti para, majti mrapa. Djalti para i majti mrapa. Majtas timoni. Majtas timoni. Majti gjysë force. Majti gjysë force. Stop, majti drejt timoni. Stop i majti drejt timoni. Edhe i majti para. Edhe i majti para. Stop, majtit. Stop i majti. Stop edhe djalti. Stop edhe djalti. Shtjerë spirancën të djalti. Gati spiranca. Ja dhe pilotët. Duhet patur kujdes djema, se mund më njas në një avari. Mua më duket kapitan se kot shqetësohemi. Fundit neve nuk e bëjmë që biga të ngrerë një peshë mbi mundësitë e saj. Ne mund të shndrojmë bigën edhe në eskavator për pastrim kanalesh, por destinacioni saj është ngarkim shkarkimi. Shkollet zë shkashkërë të ruzina ditën e partë janë zori. E hu, po të bazoheshim në shkresët dhe rregullohet, pardjes do të kishim lojtur fare nga vendi me qenë se kishte Partje e vash vetur. Dhe bëre shumë mirë. Nesë, jalët e shunda janë fukarallëk. Urdhro, kapitan. Aha. Motorët nën kujdes. Si urdhëron? Kiqo! Urdhë, kapitan! Ma jep thik. Shapkën. Zire për parsën. Zire. Meri gjojmerë dhe shpirin kuzhin. Nërsa ti i dashur Kiqo, shko bashk me Azemin dhe nimoj të liroj Sanallin. Shona. Kapitan! Të më digjen patarët, kapitan? I të razon gjojmerë. Po të përcëllonë për i dalë! Urdhër pik. Pik. Ni. Pura kra. Oran, ki mandjen se pilotat nuk janë huj i gardi, eh? Majna, majna. Majna. Vira! Çfarë virën, molla analfabet? Largohu për andej, se po shpëtoj kavo tak puti kokën.
Po e thash unë, biga nuk është eskavator. Nuk lidhe shtylla për koke, kapitan. Por këtu, kupton, ja, këtu! Si pas me... Kavën do të kaloj ma për fundit të shtyllës, në nuj, jashtë do të bëjnë. Na duhet një palombar për këtë. Këtë duhet ta kishin parashikuar. Palombarët janë nisë për në Vlorë. Një minutë. Ç'ke ndërmend të bash? Ti e di kam qenë palombar dikur. Të zhytesh pa mjete? Me mite që m'ka për nena. Mos bëj mërzira, shtot. E kalova! Shpejt, shpejt, në kushin! Kur kaloj njëherë nga Dardanelet, kam parë një peskatar që zhytej nuj kështu si ti. Gjithë një ke Dardanelet rrëfqekane që e merë. E po s'te bëjo, kapetan. Dardanelet i njoh me plem dhe për Dardanelet thlas. Pastaj baba im ka qenë syrgjyn nga Sultanamiti në Çanakala. Kurse ti u ke pas dhënë ujë kuajve të Sultan Pekmezit. Fillojmë? Fillojmë. Kjo ujke vjetër e di që kjo punë është e vështirë.
Urani dhe djallin e nxjerr nga fundi I detit. Është bela me këto dreqër. Shkullen, kapetan, shkullen. Kur pastronim njerë nga minat kanalin e Korfuzit. Mos ta ngatro me mina, Gjajmer. Lene mër minën, mo! E po, mund ta quajmë punën të filluar. Uran, shko në vinç. Gjajmeri me lekën do të heqin kavën nga shtyllat e nxjerra. Dule, kalon motorën. Ti, Petro, je në big në vendin tim. Ndërsa Azemi, Fagu edhe unë do të kalojmë kavën ndër ujë. Kapitan, nuk ban, ti nuk je një mosh me uranin. Edhe unë palombar kam qenë. Nuk mundet urani edhe drejtoj vinçin edhe gjytet në ujë. Kur kaloj një njerën... Jo! Shtyllar byrazer ishin kocke fort. Bëmi domino para buke? Ne na dridhen duar ti. Për ideal bëmi kaqe. Ju të dy, unë e qara galaj. Pas buke. Po mirë dhe. A bëjmë një dush? Hajt, si thot Gjajmeri gjanëm, dushi pas pune, si zjarri pas gune. Kullodhëm. Më duke se diçka u prish edhe lartë në vinç. Serioze? Nuk e besoj. Po si do qoftë duhet njoftuar kapiteni. Janë vete, për tilla gjëra yt ton dynjan. Atëre, do të gjiten vetë lartë të kontrolloj. Kështu I lodhur si që nuk mund të qëndrosh në majt vinçit. Duhet Azem. Ndryshe vonojmë punën edhe kapitenin nxejmë. E di çfarë? Him nesër që me natë. Marr me vetë edhe një elektrikitore. Yre! Ore ju atje ki 2 orë. Te prer bilet për opera zotrote. Jo, Po more heste vatjore kuzhinë. O, pëllumbat e Gjajmerit, që të kura të buta, Kur isha njërë në një lundrim të larë. Ore, je zit. Ku je boksier tot jangu ku je? Jo, po kur isha I risi ti. A, ke bërë kërdin? O, nuk lasha brenda në dush, por jashtë në mes të Shenendreut more derdimen. Urto vgjella! Nuk kam nërmend të me prapë të zjarëm. Po hajdeni! Erdhëm. Shtet, kapitan! Tash mos hyn në ujë se do ftohesh. Unë dhe mek nuk jam pianet, po me raste kam qef të pi. Me raste ka shoqëria, kurse ka nga shishe e tia. Hajde, Oran, të ty e kemi halal sot. Vërtet me siguri ti Kiqo do kesh marrë nojtë ftohër të madhe. Asem, lërë mre hatë mua se nuk jam si ti që bie për dashëri në det. Ky të kishte edhe në det në vend të Azemit. Do të kish pushuar zemra fare. Nuk mbyte mu si jam kamardare. Oh, pas ka shkrojtur për bigën tonë. Çfarë do të? Shtot. Ka 9 vjet që ekuipazhi I bigës së madhe lundruse që quhet për punë shembullore. Kohët e fundit,
ai mori titullin e ekuipazhit të punës socialiste. Ne takuam kapitanin Zylo Bregu, i cili na tha: kur kolektivi i ynë mori iniciativën për remontin e bigës në vend, pati njerëz që nuk besonin se porti i ynë ka mundësi të tilla. Që pas kanë ngopur gjaj merit. Na, vazhdojti më poshtë. Pati njerëz që nuk besonin se porti ynë ka mundësi. Më poshtë më vlla, më poshtë. Ekuipazhi i bigës zhvillon një punë të mirë edukojnëse me pjesëtarët e tij. Detari Azem Kodra për shembull. Vazhdo. Në fillim ishte i përtuar dhe i çrregullt në punë, por kolektivi dhe organizata e partisë e sollën në rrugë të drejtë. Po unë i thash mër vllat, mos përmendin me emër. Por se s'ka gjë të keqe në ti. Rufjan të mëdhenj janë këta gazetarët. Të lidhur që i bëjnë pa. E moj zog, sa reqi peta në ilon shkarkove. Çfarë maskaraj? Këti të poshtëri edhe ajo siguria zgjat shumë. Po jo nuk unë bëj skandalet i laf. Nein, Interklub. Ah, Interklub, po, ajo atje, po dama niks. Das ist Wurst. Auf Wiedersehen. Që duhet ati të flasi me të huajt për dama. Po këta njerëz palaço turpërojnë, ore. Riktu. Më lërë se e kam majt hundës. Jo ti nuk duhet ngatrohesh në këtë punë. Ja, more djale, kam një llaf me ty. Ç'llaf? Llaf një prodhimesh apo llaf një shgome? Llaf një shporti. Aha. Jam në dispozicionin tënd. More djalin mbarën. Pse ngatrohesh ti me marinarët e huaj për punë damash? Të faleminderit. Më falni, ju mos jeni gjë polic? Po që nevoja dhe policëve. Dokumenta? Ora unë flas me ty si njeri. Kujti bëti që... Pare mori të meritesh! Mos kallove? Dhe qiko, i që duhet që ti thuj turit... Dashke dhe dama. E parë, me marinarët e huaj mos u tallë me vendin tënd. E dyta, asaj vajzës mos i bjerë me një qafë. Dhe e treta mbushu dhe mos ta shoh më suratin. Aj, shtuku. Ka t'i ndym duart. Ase i bën mirë druri ati. Ka për t'u ankuar. Aj mos e të gjitha i njojnë se të surrat është. Natën e mirë. Aj natën e mirë. Atëre nesër në 4. Shiko, më 3 gjys. Natën e mirë. Natën e mirë. Ta zura dopjo 6-ën, pi lëngun. Edhe unë e mbyllojnë e ti zeti gjitha gurë të urdhro. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ura. Yes. Voni nga pagjumësia ju? Po ju. Dejur? Sa pike? 21. Po ti. 13. Dale ti shoh. Sigur ta mbaronin pa ardhur kapitani. Unë nuk e bëj për kapitanin në zemë. Por ky defekt mund na vonoj punën. Kuptoj më vlla, po unë nuk i kam qef grindjet. As unë nuk i kam.
Pas ka dal kavu. S'qen nga serioze, do me thënë. Ndize dritë, ndize. Më poshtë. Më poshtë. Edhe pak më poshtë. Po. Atje mbaj, mos e lëviz. Shtyër pareti ansori Karukullës. Shtua. O tani? Tani duhet çmontuar o zemë. E saldohet pareti ansor pastaj. Arri për kokën, ti nuk e kupton sa e vështirë është ta çmontosh te Karukull. Na vajti ters. Ja e çmontuam, si do ta zbresim, kjo peshon 40 kg. Po shkoj të marr një pandull. Ke dhe shumë. Hajde. Po të zbani atje më e të pa udhë. Na kam betur në dorë dopjo 6. Po ti tjeka sa to më e uruar. A mor gjoj mirë, po ku ta dish ti mor i shkret? Azem, fillojmë. S'kini bërë more dërdimin. Në ora 9 të nisem. U gjerat herë. Mora veç se nuk shkojmë në pilotat, po tek vapori madh knes për të çkarkuar ca peça të rënda. Dhe Vinci? Po, do të tunë dynjan kapitani. Punojmë punën se kapitani nuk kam ish njeriu. Po vi dhe unë me ty në oficinë se e njoh mirë shefin. Edhe unë e njoh, po puna është se ballë ka ardhur.
lërë. Ik. A mos e kemi I karu. gërd është. Veç mos u vono. Të pres në vicin. O, kapiten Gashua, mirëmëngjes. Po që mirë të solli. Ja kyteti, mërë djallë, kyteti. Ri në shtëpi të gëzosh pensioni. E shtë gëzosh, mërë, shtë gëzosh. Pa marrë një qikarin e detit, nuk durojmë dot, jo. Ja, shiko sa ki, shiko. Shiko që manovër e keqe. O, to morë, mërë djallë, sa herë të kam thëmë. Ditë në mirë, kapiten Gashua. Shoku Sokrat. Hollume, dërgo më i sa bëjen pas të gjika zyrën time. Haj shpejt thuaj. Shoku Sokrat, më falni, shumë mirë që u takova, më duhet pa tjetër të saldoj Karukullën dhe Vinqi. Karukullën? Po ti që në këtë mes? Ja, Vinqeri Bigës. Po Vinqeri, po kapitani është kapitan. Dhe vetëm ai mund vite kun atje në zyrë të bëj kërkesën për saldim. Unë të firmosur dhe punë për oficinën, oficina ta rregullohet njoftoj mua, unë kapitan në Bigës, ai pastaj dërgon ty për të rregjur këtë Karukullën e salduar. O mirë, nuk ka mundësi pa këto flet kërkesa e flet pune. Ja, ka rregulla shteti. Po se cili saldator republik ta bën ty këtë pa urdhë pune? Urdhë pune pas pagesë? Mos kohë djalin mbar. Unë për një 9 minuta atje më aty në zyrë, sa që këtë qofë se që bëhet edhe nga teknika. Mirëmëngjesi, Vasil. Yes. O, Urani, shi qyrë që nga dole, po që pate? Ja. Aha. Nuk ka punë që s'bëhet. Urdhrin e punës. Se e bëj dot. Sokratin e ka ndaluar të punojmë pa urdhër pune. E di si është puna, Vasil. Pa këta nuk shkojmë dot në radhë. Kapiteni vjen orën 8, kurse ai Sokrati mua nuk më pranon. Do ta bëjmë dhe pa urdhër pune. Hajde fillojmë. Bukur shokuran, bukur. Me të hedhura, me djallëzi që në mëngjes, Mendoj se nuk e kam hedhur askujt, shoku Sokrat. Po unë të thash që ky operacion nuk të përket ty. Hajde. Po ti more, ke urdhër pune, ke shkres. Defekti ishte i vogël, shoku Sokrat. Pastaj mendoj se nuk ka ndonjë gjë alarmante. E solli marinari, a Vinqeri apo kapiteni. Më për çfarë Vinqeri, kapiteni? Ky e ka shkatuar vet, Karukullën tani mundohet muloj fajin e tij. Mua do të më vinte turp ti thesha këto fjalë. Turp se? A vjen pak se diç dua të të them. Turp duhet ke shtimar, djallë. Në vend që të vrasish mëndën për defektin e pilotave, vetëm më vritesh me mbe kryshta, në Robert Çamçakazin. Ai Robert Çamçakizi e kërkoi vet. Ti dhe shoku jot si fort po fut një hunë në çështje familjare. Ti në vend ta këshillosh të heqi dorë nga e vajzë, vetë i nguc më tepër të marrë në qafë një vajzë jetime. Këtu që nga puna, e dëgjoj shoku Sokrat. Ti shfrytëzon koltukun. E po ja këtë e në të thesha theme që para time e shokun tënd. Çdo komunisti ndershëm do të ishte kundër Peli Ballaqeve tilla. Ma thua mua? Ja kjo është me masia jote. Për këto çrregullime pikërisht, për këtë me masion do të flak nga biga. Edhe nga porti fare bile. Po ti ishte porti që fligu i ty teti. Atëherë mund ta zbatoje këtë fjalë. Po më jam shumë shpejt mua se kush jam. Do ta shohësh ka dëmën ti. Gojç thurur. Ikër. Pa ik. Sot takohemi apo jo? Mua po më zin koka ti. Babai ngul këmbë fejo me shokun Sokrat. Shoku Sokrat e takon çdo ditë baban. Shoku Sokrat. Të duket e lehtë, ë? Edhe ty ta ka qefi shokun Sokrat. Do e mos se shoku Sokrat do të mbaj ngrohtë, kupton? Dhom gjumi, dhom pritje, ja stak me lule. Unë asnjëriu nuk jap llogari dhe nuk lejoj asnjërit më fyej. Qoftë shoku Sokrat, qoftë shoku Azem. More ti atje. Nuk e shikon se ti janë anuar? Me autokritik shoqart. Kam qëllime serioze. Qëllime serioze te? Si postir po flet. Desha të them bisedojmë edhe një herë xhanëm, më shtruar, më qetë. Mirë, çka ke për të më thënë më thuaj.
ti ku e ke mendjen more? E di se këto mavra shkojnë në Vietnam? Po bë kjo punë shoqjar. Po si ku të shkonte ky shoku e ti bien ko? Ku do futesh e zotrote, e? Njerëz pa ndërgjegje. Arda, ti e di që unë të dua. Tani ku te kapën fare. Shiko, mos më luaj estradë. Sikur s'm ke parë në estradën diletant. Sonde kur të kthehem nga rada dua të takohem patjetër me ty. Qofse nuk do, unë nuk jam as si shoku Sokrat as je i Dordoleci që të mërzit. Mua nuk më shemb. Kupton? E shoj. Deri në orën 9 unë këtu jam. Ditë e mirë. Si shkoj karuklla? U rregullua. Po karuklla jote? Po. Domethënë do pim son. Në teatrin s'di si t'ja bëj. Ka një kokë ai që si merret vesh fare. Po mos e zbuten, ata zbuten janë të mirë pleqe, vetëm se kanë një metorin, mirëmëngjes. Si t'ja bëj? Ta marrësh? Hajde do, kjo është korresor. Po di unë am do as më do. Si ore nuk e di ti. Mirëmëngjes. Avari, e? Po e shtyr fare jansori karukës. Pse nuk lemrove që mram? Kujtove mos kish dal kavaj. Kujtove. Hajde se shihemi pastaj. Mirëmëngjes, kapitan. Mirëmëngjes. Bërë shumë mirë që erdhe, kapitan. Shoku Sokrat kam avari, dhe më duhet një nga teknikët e tu më të mirë. Ullët, lutë. I di të gjitha. Në të bikën tuaj asë që me dhe se zbet. Më duket se punë e gjirë mësot ka shkuar mirë, apo? Qfarë mirë, më shoku Zulo, qfarë mirë? Njerën vjen këtu e vinë që e jotë, e vinë si kontrabandist. Njerën vjen ti? A i ardhe pa mbytur mua. E bëra... rezile bërë. Masovin majtunës, e t'i gjo këtu. A i djale shkoj qëthurur, e me të metat mba? Të meta kaj, por si punëtor... Mora i bashkë me Azemin, me atë dashin, ranë mërëm një nga teknikët e mi. Kjo është sjellë rrugaqësh. Pikërisht, në pikë duhem njështë të nërgjeshëm e të sjellshëm. E të lutem shumë, shoku Zulo, këtë qeshtit ma studiosh mirë, e ma stregoj është sylesh. Mos harroni se keni një post të rëndësishëm, e? Kete drejt. Pastaj ai urani jot ka dhe ca gjëra tjera në fushën e moralit që nuk duat t'i them. Po le t'i lem këto se ti s'ke kohë, unë po malum, e ç'deshe nga unë? Të thash, dua një teknik. Po. Po. Alo. Kush jem? Ti kaplani je? Jam unë, Sokrati. Ashtu. Ore, ku e keni caktuar ju sot atë Robert Çamçakizin? Në rimorkatorin Rufeja? Mirë, këtë problem kisha. Po zgjidhet problemi. Ka të mirët është? Me i mirë se pa qeta djamat. Ka një të metë shejtani se pispillose ca edhe ato pantallonat i ban të ngushta. Po, s'ka njëri pa cene më shoku Zulo. Ashtu është? Këte jepja kapitenit Rufes. Pardon. Si nuk zum njerë mënd me këto shkresa ne mërë shoku Zulo. Faleminderit. Po kështu, Mos ki merak. Nëse në ordrove, Zylo, ç'kemi? Ja vi nga shoku Sokrat. Më duhet për gjysmë orë Robert Çamçakizi në pikë. E di se dhe ju keni punë por unë. Mash teknik pas ka gjetur. Na, po t'japa dhe shkresën po tuhet. Sa pletushka lëshon ditë shoku Sokrat. Solo! Lajmëro pak Robert Çamçakizin. Verti, këtu kapiten. Dize, Zylo. Aja. Jo këtu. Do shkosh pak deri në pikë me shokun Zylo. Hapësit mos u vëno. Të më falni, po unë varem nga shoku Sokrat. Kam biseduar unë me shokun Sokrat. Të më ndjeni, po unë vetëm shkresërisht e njoh shokun Sokrat. Verbalisht nuk e njoh. Ordra. Bindem unanimisht. Ai në moment sa të laj pak duart. Mra Morani me Azemin ja kishin zbut kurrizin. E di se njerëz të tillë ta bëjnë borxh. Me siguri u ka sjell maj punës. Mos e mërzit Zylo, gjithçka do rregullohet. Jam vonë për ke vapori kineze. Gati? Miropafshim. Mirë, Zylo. Ezra.
Unë s'dua t'ja prish shefin shokut Sokrat se të më falni, po kolektivi bigës tuaj mua nuk më pëlqen. Lëni me llafet. Nuk kam me dërgu kolektivi jonë ta gjykosh sot rrote. Ku është ai? Ja, tje, kapitan, po s'pret. Gjetur lartë dhe kontrollo Vinci. Vinci është gati. Ka teknik specialist si rregullojnë këto punë. Ky nuk është remont kapital, ka gjetim ta bëjmë dhe vetë. E pam se që din të bësh, e ke bërë çorr. Gjetur vi. Ky lloj tekniku është i tepër. Këtu urdhëroj unë. Ngul kemë për egoizëm. Ngul kemë për sigurimi teknik. Po ty është djalimar të mungon respekti për operorët. Kapetan, po na zvarris punën. Unë zvarris punën, ti të ke shtuar për fjalët që thua më real but. Kapitan, ç'është të morë kështu? Ja ky e bërë se të mand. Ikor, akull rregulloresh. Më shtruar. Këto punë i rregullojmë vetë. Ti djalimar shiko punën tënde. Shoku Petro, e kam thirrur unë të kontrolloj Vincin. Vinci e ka teknikun. Unë këtë do të bëj çështje në drejtori. Ti bëj çështje ku duash, vetëm të lutem mos bërtit. Po çështje edhe të madhe bile. Nuk pranoj historie. Ta dy kam bërë skandal më. E kam marrë gjithë porti. Skandalin e bëra unë. S'është e vërtet. Unë po dërdolej të tillë ta bëjnë borxh. Sidoqoftë, këtë duhet ta zgjidh kolektivi. Po, kolektivi. Po ky më vëllai nuk përfill asnjëri, bile as mua. Ja. Thomni ju. A duhet të më lemëronte mua si kapiten për defektin gjithnodhe apo jo? Po, kapitan. Por kjo nuk do të bëhet çka këtë vonohemi për në radhë. Kaktar ti po vonohemi as kë. Po kë. Dëgjoj, kapetan, edhe dy fjalë nga plak. Ky erdhi që në orën 4 të mëngjesit. Dhe si majmunin palmi që ndroi varur 3 orë në majtë të Vincit në të ftohtë. Çepet i zëqejmë le edhe këto. E por nuk janë sjellje që në nderojnë këto. I dhem ka pak me kaq. Kjo çështje do zgjidhet në drejtori. Këto çështje zgjidhen në kolektiv. Dhe më duket se u zgjidhen drejt. Ne pa dashur e bëm një mbledhje. Dhe tani nisemi se u vënë. Defekt. Të lutem shumë. Më tepër besim tek njerëzit. Nuk e nisbi top. Dashur kapitan. Mos e turpro. Biga duhet të niset patjetër. U dhe mbar atëherë. Njeri i çuditshëm. Petro, ndiz motorët. Po, kapitan! Gjavimer, kalat. Si urdhën, kalat. Azem, ju të tjerët, të gjithë, lironi kapët e bashkit. Nisemi. Nuk ja këputi me gjumë deri sa të arrim tek vapori?
Antarët e partisë sonë marksiste-leniniste duhet të jenë të ndërgjegjshëm se qenia në parti nuk sjell dhe nuk mund të sjell as më të voglin privilegj personal për komunistin. Ajo sjell vetëm detyra të mëdha, të vështira dhe me përgjegjësi. Detyra të mëdha, të vështira. Komunisti duhet jetë i pari në sakrifica dhe i fundit në pretendime. Braccia. Me shëndet pantallonat gjë i merë. Falemderit. Po ti më mirë më shiko punën se sa gunën. Po ti sigur ke luftuar në qana kalatër, ba? E se njepin cigare duan se mu qa unda. Sot do ta kemi pisk. Njësoj arë se gjithë ditë e tjera. Po ky do ta shtroja të çështjen drejtori? E u deri sa të kthehemi i delinati ati. Të kam thënë ty shoku Azem se në këto çështje ti duhet të jesh më i thellë. Po thellohu more vlat. Thellohu. Me sa duket do kthehemi vonë sonde. Për ata? Mos ki me rak se kapiteni shkon nesër në drejtori. I vëm pik këti muhabeti. Mirë, jeq një autokritikë o sime. Po lere dash i drejqin, lere. E mbylla? Jo, rrugës mos më ndale, trega gati! Qo? Jo, këtë nuk ta fal. Sta fal!
Sa u vënuat? Punë e rëndë, për dhive. Nuk e shikon se jam baraku? Natë e mirë, Arta. Natë e mirë. Që është ky tip? Shok punë. Mirë mbrëma, Arta. Mirë si paç. Ku e nje këtë ti, Gjano? Shofer port. I njoh. Po. Natë e mirë, zogë. Natë e mirë, zog. Po me këtë që të lidh. Porti më lidh. Pse s'më përshëndesin edhe mua këta, po vetëm ty. Për respekt ndaj femrave. Ashtu, Shiko, mos më bëj pyetje si netusi. Nëse ka ardhur për pyetje, ja ku e ke portën. Pse ngritur kaq shpejt? Do të shkoj në port. Ti sot e ke pushim. Nuk e shkon xhbe, do të kenë të lashe shokën të big. Të të pregatis një kafshat buksa për duan. Nuk mahet kur të kthej. Po të bëj kafe në atër. Shkoj vish edhe bardhi të shpirë kopsht. Mirë. O babo, ta shibi o babi. Hajde, se e trimët. T'jap qadrën, ora. Ku të lera, nuk e shkon qëpe. Atëre prit të marrësh batanin. Jo, nuk e dua. Hajde, se lagesh. Mere, fardi mere, se shpat. Babi, mos më zojera nga biga. Nuk e rëzoni era papi nga biga jo ngrive? Ja. Ashtë. Vera me mëngjes. Ditë e mi. Babi. Mos u vëno, Oran. Mirë. Mëngjes. Një konjak. Urdhro një konjak. Mëngjes kapten Gaço, s'pas ka zënë gjumi sot. Mëngjes, mërë birë, kur frynë e gjimon, kapiten Gaço nuk e zënë gjumi. Po ti? As mua. Ke të drejtë. Një konjak kapten Gaços të nxehtë. A nxehur qofsh mërë birë. I kujdes se ka fortunar sot. Ditën e mirë. Ditën e mirë.
të gjuar! Ka përplasjet, ka rrezik coptojnë porti! Gara mirë që erdhe, Uran. Kujdes pas një shpika për kalat! Shpelet! Kujdes, Uran! U vrave! Pak, shumë pak. Në vend? Jo shumë. Shko, shplodhën kabin. Skajgjë, kapiten, skajgjë. Ti, var. Dhëdhëlla. Partiesh me në ke. Po më dhemë nga janë punë. Po se mos unë jam i mirë, kapitan. Spëletot! Këfut! Shpejt tjetërin! Shpejt djema, se po këtu litarët mund përplasin me vaporët e bëhet batardia. Kapitan, ne shojmë spirancë. Era është kundër spirantës, more djalë. Si sot duk në një rimorketor qënëm. Duli! Urdhë! Shko ke Sokrati kërko rimorketorin. Ku mjep ma Sokrati rimorketor? A nuk nisesh vet, kapetan, dhe mbarohe këtë punë. Shoku Sokrat, më thoni që të bëj? Ju duhet më shpëtoni? Unë? Që unë këtë mes? Ty gjithin të ka për kolektivi? Unë tani? Po edhe unë se kisha të letë kur gjurmoja Azemin me artën qoshem qoshem. Po e mos më trego prava ti mua se jam shoku jotun. Prava? Do e mos, ta shti që Azemi ta përlau artën. Shhh, mos përtit se t'gjojnë. More po do të përtas. Do të përtas që të shkeme te që ta marri vesh i gjithë porti kush jeti. Ti është rrugaq! Ka shumë të drejtë kolektivi. Ti duhet të edukosh. Piga dhe shokët janë rrezik, më duhet rimorkator. Jo, nuk mundë. Në këtë motë nuk lëviz rimorkator nga vendi. Rregulloria përshtaton qartë. Shoku Sokrat, unë nuk shkulen për e këtej pa më dhe në rimorkator. A i di që më thënë bikti apo jo? Po nuk kam vetëm pikën tënde unë Zula. Ne jemi më rrezik se tjerët, mund përplasemi. Ç'të të bëj Sokrati shkret ty më shoku Zula? Shiko përpiqje mos e del vet nga kjo situatë. Vdikja nga koka më beson. Mos keni aspirinë aty? Aspirin? Ai ta marrësh në bik!
Sokrati nuk je primordiator. Fjallët dhe Sokrati me gjithë rimordiator, largo, e mbajme dhe vetë. Sokrati do të përgjigjet për të. Vetëm të shti pa kavo. Cjelim kavon e prangos madhe, kapitan. Kiqo, pagu! Kavon e prangos madhe! Azem, lëshon nga pak kavën në shpilit. Gjithë forcën motorët. Urëm, Azem, bajni fort kavën në shpilit. Ele donëm! Të ngojnë gjema! Uran! Uranin. Uran. Spirancën, kapitan. Uran.